edhe sot e kësaj dite, nga Kryesia e Këshillit, unë nuk kam marrë përgjigje për një kërkesë që kam bërë, që lidhej me diskutimin për ish kryetarin e Bashkisë Tiranës, me qef e them, ish kryetarin e Bashkisë Tiranës, Erion Veliaj, për diskutuar pikërisht këtë që ndodhi në mbledhjen e fundit të Këshillit. Pra, për diskutuar mundësinë e kërkesës për shkarkimin e tij, madje që prej atij momenti ne kemi kërkuar që diskutojë dhe shpërbërja e Këshillit Bashkiak. Se ka një lidhje të ngushtë, ti ke bërë fushat si këshilltar, ke bërë fushat për atë kryetar bashkie, je zgjedhur në skuadrën e tij. Përkundrazi nga ana tjetër ti ke çuar përpara çdo lloj propozimi që ai ka sjell në Këshillin Bashkiak. Pra, i ke meratuar ato madje edhe pa diskutim, madje edhe duke i fikur mikrofonin këshilltarëve të tjerë. Pra, këtu them që këshilltarët e Partisë Socialiste duhet mbajnë një farë përgjegjësie për këtë kryetar të cilin ata e shkarkuan.